Dhjetra banorë të fshatrave Koçaj, Kokër dhe Kodra e Dani dhe Dushaj protestuan këtë të premte para bashkisë së Bulqicës. Këtë të premte ishte parashikuar që në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të ishte në rendin e ditës pika përheqje nga fondi pyjor kollosor të gjurmës ku do të kalonte rrjeti i tubacionit dhe ndërtimi i godinës për ndërtimin e një heci në këtë zonë. Pikërisht për këtë banorët hynë me forcë në ambientet e bashkisë për t'i kërkuar Këshillit Bashkiak të mos e votojë. Kjo bëri që banorët të priten në një takim nga kryetaria e bashkisë Festime Mjeshtri. Në takimin me banorët, Mjeshtri nuk pranoi media duke aktivizuar administratën për largimin me forcë. Banorët thanë se morën premtim mbështetje nga kryebashkiakja, ndërsa deklarojnë se do ta bllokojnë me çdo çmim ndërtimin e hecit. Che dai tu da ieri? E ne ju, non c'è sto. Jeni ata me popli. Popli, Pa të botë centrali, dhe me thanë, ne në me të ujtë. S'kemi as ujtë badis, as ujtë pishu, dhe mu largu komplet. Por qatë sot, palon kret, në ato si lidhen gjept nuk e morin. Kjo nuk është herë e parë që banorët e këtyre fshatrave bëhen bashkë në mbrojtje të pronës publike. Në vitin 2018 ndaluan forcërisht shfrytëzimin e malit të bardhë nga një kompani që donte ta shfrytëzonte për prodhim peleti. Na e mellën para 50 vjeç këtë punë. Sa ty lëgjë lirë të majtë, janë të majtë ato, shpërtu unë të fejtë ato gëna. Me na së rëndi s'kot. Po se tjeti, në kemë votu për kretarët, në du kretarët. Kretarën të unë, e o të dalë, jesë në pushë. S'ke votu për qërë? Jo,